e një vajzës, e një bijes, që është gëzimi familjes. Unë shpesh herë thom, ende nuk kanë arrit kuptojnë dashurin e fëmijëve, prindrit të cilët janë sprovuar që nuk kanë vajza. Po vajza është dashuri, vajza është gëzim në familje. Vajza është arsye që prindi me përfundon në xhenet. Nuk tha i dërguari i Zotit kush ka 2 djem, 3 djem, përmendi vajzat. Nuk tha i dërguari i Allahut më i miri ndër ju është ai që është më i mirë me gruan e tij, përsëri tek vajza. Nuk tha me burrin. Nuk tha rastësisht i dërguari i Allahut xhenetin e keni tek këmbët e nanës, 3 herë përmendi nanën. Përsëri do të thonë Islami e ngriti shumë vajzën. E ne e varrosim ato. Nuk është varrosja vetëm ajo që ka ndodhur në Mekë para ardhes së Islamit me varin për zgjalli. E din sa prindër plotësisht pajtohen pa vetdije, se asnjë prind nuk besoi që me vetdije mund ta lëndoj vajzën. Pa vetdije, me fjalët e tilla e bën që vajza të shkojë në gjumë dhe mos ta zonë gjumit tër natën. Në këtë mënyrë ne shndrojmë fëmijë, vajza në robreshë. Si shndrohet në robresh? Po nëse ti i thuje derës huj, edhe ajo tani ku do shkojnë në derën e huj, edhe në qoftë se ai tip ballafaqohet në një familje ku nuk e mirë kuptojnë. Bën sabër nëna. Po sabër deri kur të bëj? Të më dhënoj edhe unë duhet të bëj sabër? Të më reh edhe unë duhet të bëj sabër? Mos më japin të ha dhe të pi, unë duhet të bëj sabër? Unë shndrohem në një shërbetore në atë shtëpi dhe unë duhet të bëj sabër? Po krejt burrat janë kështu. Dhe ti duhet të vazhdosh. Ne e dim sabrin deri ku duhet të jetë. E dim limitet, kufijt. Feja ku i ka përcaktuar dhe si i ka përcaktuar. Të gjitha janë të qarta. Por ama, ne në Islam e edukojmë vajzën që t'ja jep hakun burrit. Që pa lejet burrit mos bëj lëvizje. Të respektoj familjen e burrit, ndërtoj shtëpinë. Por ama, në kufit caktuar, jo të bëhet robresh. Jo të dale prej shtëpisë edhe tash bëni çfarë doni ju se mbaret dunjoja, kanë me na marrë vesh, është ndaja, është bë e ve, tani se është nda nga burri, duhet të marrë një burr. Janë biseda që të papranueshme në Islam. Do të thonë, kur flasim ne në Islam, kur flasim për musliman, ne do të thonë duhet të jemi larg krejt